Virusi që shkakton COVID-19 ndryshon me kalimin e kohës, duke krijuar variante të reja dhe për të ruajtur imunitetin ndaj COVID-19, duhet marrë një dozë përforcuese, 2 valente e vaksinës ndaj COVID-19, e cila quhet e tillë sepse të mbron nga variantet e reja Omicron, BA4 dhe BA5. Vaksinat ndaj COVID-19 parandalon kalimin e sëmundjes në forma të rënda, shtrimin në spital dhe humbjen e jetës. Me kalimin e kohës, imuniteti zbehet, si për çdo sëmundje që parandalohet nga vaksina dhe kërkohet që të kryhet një dozë përforcuese. Ne rekomandojmë dozë përforcuese për grupet e riskut ndaj COVID-19, punojësit shëndetësor, për të gjithë ata qytetarë të grup moshës mbi 60 vjeç dhe sigurisht për çdo person mbi 18 vjeç me probleme shëndetësore.